Në lidhje direkte me mua është kryetari I Sindikatës së Pavarur të sektorit privat të Kosovës, zoti Jusuf Azemi, me të cilën do diskutojmë lidhur me gjendjet e punëtorëve në sektorin privat. Zoti Azemi, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodes. Më ndërqofshi dhe të respektin për ju dhe shqyqut të juj. Zotri Azemi, ne pamë se u përballëm me një vdekje këtë fundjavë në Veternik, ku një punëtor humbi jetën si shkak rrëshitjes edhe jo të cilin ndodhe atje. Si e keni pa juve gjithë këtë çështje, pra si është gjendja në sektorin privat të punëtorëve, të cilët punojnë thuajse në kushte jo të mira? Normal që gjendja në rend të parë, siguria dhe shëndetin punë e cila është për secilin punëtor është vitaliteti I punëtorit. Kjo është një gjendje jashtëzakonisht shumë të rëndë, po themi kështu shumë të rishtuese, pasi që kemi dhënë informacione që edhe janë të sakta që në vitin 2025, domethënë deri në ditën kur po raportojmë, kemi 8 jetëra të humbura të punëtorëve të sektorit privat të Kosovës, e cila është 4 fish më e madhe se sa në vendet që janë në rajon. Është më e rëndësishme ajo kur ne po themi si shoqëri në tërësi edhe përkundër asaj që po kemi një numër kaq të madh të njerëzve që po humbin jetën, nuk kemi duke marrë në mënyrë aktive ose në mënyrë serioze me këtë çështje, vetëm ajo me të cilën po merremi më së shumti si shoqëri është në 2-3 ditë pas ceremonisë varrimit dhe pasaj gjithçka përfundon këtu. Me çka ju dini që ne me një periudhë bukur gjatë kemi njoftuar edhe qeverinë e Kosovës dhe institucionet përkatëse që edhe pas këtyre rasteve shteti ka obligim që të menaxhoj, po them në farë forme këtë situatë çfarë e kemi edhe këtyre familjeve për që mos spakut aspektin financiar të mos ta kenë të ngarkuar mbi supe, por sipas dita gjasa po shihet kjo që qeveria jonë është e interesuar që nga ne të thithë, po themi fuqinë punëtore, të thithë ato mjete të kontributet që japim, por në asnjë rast të ofroj diçka sa I përket çështjes së sigurisë dhe shëndetit në punë, me çka edhe këto raste po dërgojnë që jemi shumë larg asaj çka duhet pritet. Përmendet edhe familje të punëtorëve të cilët humbin jetën, pra shumica prej tyre janë në kushte jo të mira ekonomike, mirë po nuk vazhdojnë të kenë përkraje as nga vendi punës ku I ndjeri ishte duke punuar, por as nga qeveria e vendit. Realisht pjesa dërmuese e këtyre punëtorëve që humbin jetën janë punëtorë të familjeve të rënda ekonomike, sepse askush nuk do ta rrezikonte jetën për shkaqe po them financiare për pas një gjendje shumë të rëndë. Nuk po du ta ngarkoj opinionin, por megjithatë më duhet ta them këtë se mbi 90% të raste janë familjarë të atyre të cilën në moment kur ju ndërpritet paga këtyre punëtorëve, familja mbetet pothuajse me duhur kyç. Në rast konkret, në këtë rast tani një familje prej 6 anëtarëve ka mbetë me një mbështetje financiare vetëm nga një penzion I një babës të këtij të ndjerit, I cili vërtet asaj fizikisht nuk ishte mirë dhe mund dihet se çka mund të ndodhë, çka mund të bëjmë një antar, një familje me 120 euro prej 6 anëtarëve. Dhe realisht po themi tash përkundër shumë thirrjeve, institucionet tona nuk janë duke I kushtuar kujdes as pak këtyre gjendjeve, me çka po themi është diçka shumë e rëndë trishtuese kur vdes punëtori, por edhe më trishtuese është kur kjo familje faktikisht mbetet në mëshirën e askujt. Ne pam një ripostim tuaj që ishte një punëtor duke I rrezikuar pra jetën në vendin e tij të punës. Sa atërisht është të shesh shumë punëtorë që vazhdojnë të punojnë në kushte jo të mira të punës, pra. Shqoni, ne ka punëtor që ndoshta punon me vite tona dhe nuk bien në sy, sepse është në periferitë të qyteteve dhe po megjithatë domthon ky pastim që është bërë, se kjo foto që është bërë pikërisht mund në qendër të Prishtinës dhe kjo do bën me dije që edhe aty ku janë frekventojnë gjitha institucionet tona shtetënore bëhet një gjë si tillë çka më të vërtetë është në unë pyes shpeshherë institucionet tona përkatëse edhe Ministria e Punës dhe Transfereve dhe Inspektorati I Punës a thuaj për çka marrin pagat e tyre, a thuaj vetëm për shkuar në zyrët e tyre dhe
të bajnë, po themi kështu, një farë sepaluku, apo paguan që këtë gjendje të këtyre punëtorëve ta përcjell dikush sepse është mëkat. Unë jam shumë i bindur që si me inspektorat, si pa inspektorat, në këtë formën që janë këta duke e përcjell, ndoshta edhe po mos kishin qenë parë, ndoshta do ta kishin vot njëjtin numër të këtyre rasteve të humbjes të jetës punëtorëve. Zotëri Azemi, unë falenderoj shumë që gjeti kohë që sërish jesh pjesë e Infodesk dhe të na japësh të gjitha këto detaj që kanë të bëjmë me gjendjen e punëtorëve në sektorin privat. Gjithë mirat. E neve do të vazhdojmë me intervistën e radhës ku i ftuar do të jetë ish ambasadori kosovar zotëri Gjergj Dedaj.